Kur ka mbetur edhe një javë nga përfundimi i afatit ligjor për regjistrimin e popullsisë dhe të banesave, Instituti Statistikave konfirmon se procesi është drejt fazës finale. Në një dalje për media, drejtoresha e Instatit Ines Nurja, duke ju referuar ligjit për censusin, ripërsëriti thirrjen drejtuar qytetarëve që të bëhen pjesë e këtij procesi brenda fateve të përcaktuara. Censusi popullsisë dhe i banesave është drejt fazës finale. Deri tani, sipas të dhënave paraprakë nga terreni, në gjithë territorin e Shqipërisë, procesi ka ecur mjaft mirë dhe sipas parashikimeve të bëra nga Instati. Drejtoresha e Instatit ka hedhur poshtë çdo mundësi për dështim të këtij procesi, teksa ai është përgjigjur interesit të medias. Duke ju referuar ligjit, ajo tha se nuk ka shtyrje në këtë proces dhe se të gjithë ata qytetarë të padeklaruar ende do të bëhen sikundër e parashikon ligji, pjesë e regjistrimit të popullsisë. Ligji mbi censusin parashikon që ky proces do të zgjasë 4 javë, pra deri në fund të tetorit. Procesi nuk është shtyr, është parashikuar në ligj 4 javë, nuk ka vend për të qenë dështim, sepse mund të ketë në qytetet e mëdha njerëz që punojnë deri në oraret e 9 të vonës. Edhe për këtë arsye anketuesit tonë kanë shkuar, i kanë lënë letrën poshtë derës. Personat që mbeten jashtë do të bëhen se s'bën pjesë të procesit gjatë kësaj jave. Nëse personat refuzojnë 3-4 herë pasi personat e Instatit shkojnë, do të ketë vendosje të ligjit. Sipas drejtoreshës së Instatit, të gjithë ata qytetarë që ende nuk janë deklaruar duhet të kontaktojnë në numrat e telefonit 0800 33 33 dhe 0800 88 88, numra këta të vënë falas në shërbim të tyre. Java e fundit e këtij procesi është cilësuar si faza finale, për të vijuar më pas me mbledhjen e informacionit dhe përpunimin e të dhënave të mbledhura në terren nga anketuesit së bashku me stafin e Instatit.